Përshëndetje, ku jemi këtu me një temë shumë të rëndësishme, një temë ku do ndikohen shumë gjëra, duke pasur parasysh një nga aktivitetet planetare që kemi të bëjmë me Afërditën. Afërdita në shenjën e binjakëve nga dita e nesërme të datës 24 prill në shenjën e binjakëve, ku do të qëndrojë deri më datën 19 maj të 2026. Duket se ka të bëjë shumë me ndikime, me komunikime, me mënyrën dhe mundësitë të arta që vinë në anën tonë. Ka një diçka shumë të pozitive sepse lidhet edhe me një çështje mjaft të madhe për sa i përket anës ekonomike dhe rregullimeve që bëhen. Afërdita duket se ka të bëjë shumë me ide të rëndësishme, një stuhi idesh ku jepet shumë mundësi në lidhje me çështjet që kanë bëjnë me të ardhmen, kanë bëjnë me tregtinë, kanë bëjnë me ekonominë, me bankat dhe shumë gjëra të tjera. Duket se Afërdita do të largohet nga shenja e qëndrueshme e shenjës së demit nesër, ku do të futet në shenjën e komunikimit dhe të ndikimit të madh të binjakëve, ku do të qëndrojë deri më datën 19 maj të 2026, ku do të kalojë në shenjën emocionale të kaforës më pas. Gjatë periudhës së mëparshme nga shenja e demit, neve përjetuam dashurinë, romancën përmes shqisave dhe dham shumë rëndësi asaj çka është, asaj çka neve kërkojmë dhe rregullojmë. Do shikoni se tani e tutje, Afërdita në shenjën e binjakëve afron dashuri dhe jo vetëm dashuri, por edhe celebrim. Pra diçka që është mjaft pozitive dhe tepër ideale, duke pasur parasysh ndikimet dhe mundësitë të arta që vijnë, sepse mos harrojmë se ndikimi i Afërditës në një shenjë ajri, siç janë binjakët, ka inteligjencën, ka atë mundësinë dhe kohën e duhur për të marrë gjithçka më të mirën e mundshme për stabilizimin. Kjo është arsyeja se ta kemi indikime të madh që ka të bëjnë shumë me anën e dashurisë dhe të paras. Në fundit, në shenjën e binjakëve është një ndikim mjaft i mirë sepse ka të bëjnë shumë me rritjen, komunikimin, ndryshimin, marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur, ndërsa në nivelin financiar do të jemi më të ndikuar sepse ka të bëjnë edhe me çështjet madhore për blerjet që kemi. Për le të përfitojmë nga Afërdita në binjak për të bërë njohje të reja, për të rinovuar në lidhje me takime, lidhje me çështje firmash të rëndësishme, sepse lidhet tek blerjet, duke pasur parasysh Afërdita e ka një gjë të tillë, por gjithashtu edhe dashuritë e munguara për disa problematika që kanë pasur në këtë aspekt dhe situata të marrëdhënie që fillojnë në lidhje me këto çështje ose këto gjëra që janë kaq të rëndësishme. Kjo do thotë rinovim, kjo do thotë përditshmëri, kjo do thotë mundësi, kjo do thotë kohë. Por le të hedhim një sy këtij vështrimi më afër se si Afërdita do të ndikojë në 12 shenja zodiakale. Por para se të hedhim një sy pikërisht në lidhje me këto shenja, le të shikojmë për sa i përket çështjeve dhe si mund të abonoheni për të marrë një parashikim të detajuar dhe atëherë kemi astrologo.al, faqja roz, siç shikoni atje. Atje e keni të gjitha dhe duke pasur parasysh mbi ndryshimin, mbi gjëra që doni të keni në fushën e karrierës suaj, në fushën e ndryshimeve apo gjithçka. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, juve jeni gati për sa i përket ndikimeve dhe ndryshimeve që ka të bëjnë në këtë drejtim dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe doni që të dërgoni mesazh dhe si mund të dërgoni këtë mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu, e klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin në kohën që ne jemi live dhe për të marrë direkt përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Afërdita në binjak nga dita e nesërme, flasin pra që me bëjë gjithmonë një ditë para, datën 24 prill deri më 19 maj, ku do të përmirësojmë më shumë komunikimin, kontaktet që do të na ndihmojnë në zhvillimet që kanë të bëjnë në lidhje me takimet dhe vendimet të rëndësishme, duke pasur parasysh çështjet konstruktive, atmosfera tani është më harmonike dhe do të ndjeni një ndikim shumë të mirë në lidhje me anën e parave, duke gjykuar më qetë, më qartë në atë çka neve kërkojmë. Duket se dashi dhe diçit parë ka indikim shumë të mirë në këtë drejtim. Afërdita në binjak do
të ketë ndikimin më të madh në çështjet diplomatike për punës suaj. Një punë të dytë është e mundur për sa përket shenjës së dashit dhe kjo do thotë një ndikim shumë të madh dhe tepër pozitiv. Në sferën profesionale është koha e duhur për të promovuar idetë dhe për të diskutuar në marrëveshjet e dobishme. Marrëdhëniet me njerëzit tanë të afërt favorizojnë shumë ndikime të mëdha në lidhje me punën, në lidhje me karrierën dhe në gjëra të tjera që do të ndikojnë në këtë aspekt. Dhe jo vetëm kaq, por duke pasur parasysh ajo çka është, ajo çka ndikohet në një farë mënyre në lidhje me anën e paras ose marrën një kredie për bërë një blerje shumë të rëndësishme. Kjo mund të lidhet edhe me gjërat e tjera që kanë një ndikim shumë të madh në favorizimet dhe ndryshimet të mëdha që ka të bëjnë tani tutje. Por vallë, se sa është kjo në ndikimet e shenjës së dashit, sepse dashi në njëra anë mundohet shumë shenjat e zjarrit që ta stabilizojnë çështjet shpirtërore ose ato problematike. Ata që kanë pasur probleme të shenjës së dashit të vjedhicit të tretë, ka pasur një problem me gafore ose me shigjetar, duke se tani të vjedhicit parë, duke se tani është koha dhe momenti i duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në atë çka kërkohet dhe veprohet. Mënyra dhe mundësia, koha dhe dituria është diçka shumë e madhe për sa përket kësaj ky ndikim planetar që jep mundësi, jep kohë dhe ndryshime në fushën e karrierës dhe dashurisë. Edhe pse keni pasur probleme në këtë aspekt, por ndryshim pune gjithashtu ka të bëjnë gjatë kësaj periudhe të një muaji shumë të rëndësishëm dhe nga njëra anë mjaft të furishëm, sepse një përshpejtim ekonomik në lidhje me punë, në lidhje me ndryshim pune, ndryshim vendbanimesh, lidhet shumë në anën tjetër, por ka një ndikim shumë të madh dhe tepër pozitiv në këtë aspekt. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë toke, tek vetë ndikimi dhe favorizimi që jep, që do thotë shenja e demit. Për sa i përket shenjës së demit, duket se ka të bëjnë dhe në mundësitë dhe në kohën e duhur, për sa i përket Afroditës, ndikimi të Afroditës, Afrodita që është sundimtare juar, largohet nga shenja juaj dhe hyn në shenjën e ajrit të binjakëve datën 24. Ky pozicion do t'ju ndihmojë të përmirësoni financat tuaja dhe do t'ju jap mundësinë të ndiheni më të sigurt dhe të artë në punët tuaja në ndryshimet e mëdha që vijnë. Prandaj është e mundur që në përpjekjet tuaja të jepni frytet e juaj duke pasur parasysh ndryshimet dhe vendime që mund të merrni. Nuk diskutohet, nuk vën dyshim, sepse mund të keni një rritje në detyrë dhe kjo periudhë është gjithashtu e përshtatshme për të bërë blerje, investime të rëndësishme ose njohje dhe kontakte të dobishme, që mund të jenë të dobishme për një forma apo tjetrën, sepse ka të bëjnë edhe me anën e punës suaj dhe ndikimet më të mëdha. Në disa takime që do të keni tani atutje, do të shikoni të investoni në njerëz që ju ofrojnë sigurinë e punës suaj dhe gjërat që do të keni në anën ekonomike financiare. Prandaj është e mundur që të preferoni situata të njohura dhe të shmangni rreziqet dhe njohjet e reja që nuk i dini dhe mund të shpenzoni para, por mund të prishin disa ekuilibra. Prandaj bëni pak kujdes në këtë aspekt për gjërat të reja ose çështje që mund të keni, sepse do jepet mundësia dhe koha e duhur për sa përket asaj çka është, asaj që mund keni, sepse gjithmonë demët në njëra anë mundohen shumë për të arritur qëllimin e tyre, por në anën tjetër kanë dhe problematikat e ndryshme ku mund të themi që anën ekonomike nuk e diskutojmë që mund të jeni më mirë, në lidhje me një punë të re nuk e diskutoj sepse juve e keni studiuar tregun dhe jeni gati të përgjigjeni kërkesave që kanë të tretë ndaj jush dhe juve mund të keni në anën ekonomike stabilizim. Në dashuri do të thosha juve shenjës së demit, do bëni pak kujdes te vjedhicit të tretë nëse keni pasur një problem me ujor të vjedhicit parë, duket se koha është tani për juve për të zgjidhur një problem, por ajo që është kryesorja, mos e lini pas dore, është me luan të vjedhicit parë dhe me binjak të vjedhicit tretë, ku është mundësia dhe koha e duhur mbi atë çka është, atë çka i kemi dhe jemi në fushën e ndryshimit madh, sepse demët e kanë këtë mundësi dhe është koha tyre për realizime dhe stabilizime. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e ditës, tek shenja e kohës dhe mundësisë madhe që vjen dhe ndryshimet e mëdha që do të keni, që janë binjakët. Për sa i përket binjakëve, meqenëse binjakët duket se do të jeni protagonistë të ditëve të ardhshme. Pasi Afrodita futet në shenjën tuaj nga kjo ditë, pra datës 24, që do të mbetet deri në datën 19 maj. Planeti i dashurisë dhe i marrëdhënieve që do t'ju japi bukurinë dhe sharmin dhe rristin
shumë vetë besimin tuaj. Nëse jeni të palidhur ose keni një punë të re dhe doni që të ndryshoni vend pune, të ndryshoni vend banime, dokumentacione apo gjëra tjera, e keni mundësi. Dhe kjo do thot mundësi, kjo do thot rëndësi dhe përkushtim. Afërditë do të ndihmoj të keni si në partneritete të punës suaj ose keni disa konflikte keni pasur në punën tuaj, në biznese të rëndësishme, në role drejtuese dhe duket se tani është koha për të bërë kompromise të rëndësishme dhe për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi për punën tuaj dhe karrierën tuaj. Sidomos një ngritje në detyrë, në fushën e bashkëpunimeve dhe të ideve të rëndësishme që do të keni dhe jo vetëm kaq, por në ngritje të rëndësishme financiare, ekonomike dhe jo vetëm kaq që do të keni mundësinë për të rregulluar, stabilizuar dhe mjaft angazhime që do të keni veçanërisht në punën tuaj dhe në rritje të ekonomisë. Dhe kjo do të thotë një diçka shumë e madhe. Ajo që do të keni në anën tjetër, keni të bëni shumë me ndryshime të njëpasnjërshme, ku ka të bëjnë me fushën e biznesit dhe në parashikimet, ndryshime të mëdha që do të keni, sepse juve i parashikoni gjërat në anën tjetër, duke pasur parasysh që jeni në një farë mënyre në komunikimin e madh që vjen, por gjithashtu keni edhe diçka shumë të rëndësishme në fusha të ndryshme të jetës suaj, sidomos ajo të lidhjeve afatgjat, siç është ndikimi binjak ujor, binjak virgjëresh, binjak peshq. Binjak peshq sidomos e keni pasur juve dhe shumë mundësi të arta në lidhje me ndryshime të mëdha, në lidhje me atë çka keni, atë çka jeni në këto fusha, por gjithsesi është koha dhe momenti i duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në fushën e financave dhe të biznesit sidomos, e keni mundësinë dhe keni kohën e artë për të bërë veprimin e duhur. Nuk diskutohet, nuk e vën dyshim, një pasardhës, nëse ju e keni në plan ose shikoni e kërkoni në qiell po e gjeni në tokë, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi gjëra të mëdha që do të diktojnë, do të ndikojnë në jetën tuaj. Sidomos lidhjet afatgjat miqtë mi të dashur, siç ka të bëjnë me bashkim familjar ose një pasardhës, është me virgjëresh dhe me ujor. Dokumentacionet është ndikimi më i madh që do të keni me shigjetarët e edishit të tretë, ku keni ndikime shumë të mirë, binjakët e kanë një mundësi të tillë, prandaj bini pas, mos e lini pas dore, se kjo ka të bëjë shumë me vazhdimsinë, ka të bëjë shumë me mundësinë e artë që keni në jetën tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që vërtet zbulon sekrete dhe mundësi të arta që vinë drejt jush tani e tutje. Një muaj mjaft të rëndësishëm, një muaj me ndikime të mëdha, favorizime të mëdha në çdo aspekt të jetës suaj, që këto janë të shenjës së gafores. Për sa i përket shenjës së gafores, meqenëse Afërdita futet në shenjën e binjakëve, se kjo do të thotë që do t'ju jepet mundësia për të drejtoheni në anën më pozitive dhe të ndryshimeve të mëdha që kanë të bëjnë në anën tuaj. Dhe kjo do të thotë mundësi dhe jeni në një kohë shumë të rëndësishme për sa i përket punës, për sa i përket karrierës, për sa i përket ndryshimeve të mëdha në anën tuaj. Gaforët e dashura, të diçit të parë, me gjitha të që është e mundur që të keni kontaktet e takime shumë të rëndësishme, sekrete gjithashtu, në situata mjaft të vështira që keni pasur më përpara. Po vjen një moment tani, Afërdita në binjak që mund të sinjalizojë për një ndikim në situatë shumë të rëndësishme ekonomike, ose keni pasur një problem të madh në çështje të pezulluara në të kaluarën për punën tuaj për arsye të punëve të rëndësishme që keni pasur dhe keni ndaluar për persona të ndryshëm, por vjen një moment tani që juve të shmangni njerëzit e gabuar, të shmangni gjërat që janë negative dhe të arrisni në finish tuaj, sepse ka të bëjnë me emocionin, ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me marrëdhëniet tuaja me persona të tretë, sepse lidheni me familjen, lidheni me punën, me ndryshimin e madh që keni tani atutje. Keni mirëkuptimin, keni ndryshimin, keni mundësi të arta që ndaj juve që keni të bëni me mbështetjen dhe ndihma të mëdha në lidhje me familjen, por gjithashtu Afërdita në binjak do të jetë në anën tuaj, sepse është një moment shumë pozitiv, është një moment korrekt nga ana juaj, sepse gjithmonë të shenjës së gafores kanë pasur dhe kanë mundësinë e artë mbi ndryshimet, mbi mundësitë e arta që kanë të bëjnë tani atutje. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj jeni mjaft të ndikuar dhe shumë pozitiv në lidhje me takimet, në lidhje me ndryshimet të mëdha, në lidhje me një moment shumë i mirë për sa përket gaforeve, sepse gaforet kanë atë çka jepet ose atë çka keni në anën tuaj. Juve gaforet të dashura, të diçit të parë, se keni pasur një problem në dashuri ose personat e tretë që keni pasur juve nuk kanë lënë hapësirën e duhur, por vjen një moment tani që juve gjërat ndryshojnë
në kohën e duhur dhe një lidhje afatgjat që ka të bën gafore britsjap, gafore peshore, gafore dash. Gafore dash është ajo që është kripa dhe piperi, ku është mundësi shumë e mirë, ku arrini deri në finish. Bashkim familjar, për ju që jeni në diasporë, bini pas dokumentacioneve, bini pas gjërave të mëdha, sepse është një kohë që përcakton të ardhmen tuaj, përcakton gjëra të mëdha në anën e familjes suaj. Prandaj, edhe pse do të keni ndryshime nga një qytet tjetër, ku është një kohë shumë e mirë dhe është përcakton shumë gjëra në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj dhe kjo është ajo çka keni dhe çka jeni në të vërtet. Prandaj keni dhe ndryshime të tjera që do vinë drejt jush dhe koha që ka treguar për sa i përket anës ekonomike financiare, për sa i përket gjërave të mëdha dhe çështjeve të tjera. Ajo që do duket në lidhje me disa persona shumë të rëndësishëm në punën tuaj, në dashurinë tuaj, do t'ju ndihmojnë për të arritur qëllimin tuaj. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë mjaft e rëndësishme nga ana e financave, por dhe e udhëtimeve, që këta janë të shenjës së luanëve. Përsa përket të shenjës së luanëve, duket se është një periudhë mjaft ndikuese dhe kjo do të thotë favorizon veçanërisht miqësitë, kontaktet dhe çështjet që lidhen shumë me marrëdhëniet, me disa probleme që keni pasur nga e kaluara, ku e zgjidhni si problem, keq kuptime që keni pasur në anën tuaj. Klima do të jetë e qetë dhe nuk do të keni probleme me persona të ndryshëm që keni pasur më përpara, por do të jeni shumë bashkëpunues në lidhje me punën, në lidhje me takimet dhe bisedimet të rëndësishme që do të keni tani tutje. Dominoni në kohën më të mirë të mundshme të ekonomisë, të stabilizimit. Dhe ka shumë të ngjarë që takoni njerëz shumë të rëndësishëm në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën tuaj. Me karrierën sidomos është një ndikim mjaft i mirë për punën tuaj, për ndryshimet e mëdha që do të keni tani tutje. Nevoja dhe periudha që ndodhin disa fenomene shumë të rëndësishëm është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi ndryshimet e mëdha që vijnë drejt jush. Juve që keni pasur probleme në të kaluarën, duket se tani ka ardhur një moment mjaft i mirë, një çështje mjaft pozitive në mes të një pune të rëndësishme. Është gjithashtu e mundur një marrëdhënie pune ku do t'ju komunikohet, sepse një ofertë mjaft e rëndësishme në rol drejtues. Për ju që merrni me tregti, mundësi të arta që do të keni për hapjen e një biznesi, për nisje kontrata të rëndësishme që karakterizohet nga ana e pasionit tuaj, nga forca juaj, nga e drejta juaj, do të dilni shumë të fituar dhe kjo të ndikon shumë afërdita në binjak, do të jetë në përditshmërinë tuaj një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv në anën tuaj. Dhjetëdiçi i dytë që është shumë i favorizuar mbi mënyrën dhe mundësinë që ata kanë bëjnë lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që vijnë drejt jush, sepse luanët nga njëra anë ndikohen shumë dhe kanë dhe mundësinë e artë mbi zhvillimet dhe ndryshimet që ata do të kenë tani e tutje. Megjithatë është një kohë shumë e përshtatshme, sepse përshtatshmëria dhe mundësia, koha dhe vazhdimësia i keni të gjitha mundësitë për të marrë vendime të rëndësishme në jetën tuaj dhe në përditshmëri. Nëse keni një shitje që do të bëni juve të shenjës së luanëve, dhe kjo shitje ka të bëjë shumë me ndryshimin e madh dhe të periudhës ku ndodhin fenomene, sepse janë shumë gjëra që do të lidhen në ekonomi, do të lidhen në fushën e blerjeve, sepse lëvizjet që do bëhen, një dokument shumë i rëndësishëm që do ta merrni, është një dokument pasurie paluajtshme, është lidhet shumë me kadastrën, lidhet me prona, diçka kësaj natyre. E keni mundësinë, një ndikim shumë i madh që do të bëhet në fushën e dashurisë, sepse një problem i mbartur në kohë më përpara tani merr zgjidhje, merr formën e vet, merr të drejtën dhe kuptimin e jetës suaj. Një nga mundësitë më të arta që keni, miqtë e mi, të kësaj shenje duket se lidhjet afatgjat janë luan ujor, luan dem, luan akrep, keni të bëni shumë me stabilizimin, me mundësi të arta që keni dhe momenti i duhur në kohën e dur. Por duhet pasur pak vëmendjen se nëse neve kërkojmë ose jemi në kërkim të së vërtetës me çështje që lidhen me ekonominë, lidhen me atë çka juve keni në ndryshimin e madh që do të keni bashkim familjar, nuk e diskutojmë, nuk e vë ndryshim, por është në momenti i duhur dhe i artë tani e tutje. Prandaj të gjitha këto përbëjnë ndikimin e madh, përbëjnë mundësinë e artë që do të keni dhe favorizimet që vijnë drejt juve. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar këtu, për të gëzuar mbi çdo aspekt të jetës suaj, mbi çdo gjë që juve keni dhe çështje të rëndësishme që vijnë në favorin tuaj. Prandaj mos u shqetësoni fare, prandaj i keni mundësitë dhe kohën e dur mbi gjithçka ju intereson dhe interesoheni mbi
takimet, bisedimet, ndryshimet të mëdha ndaj jush. Dhe një diçka tjetër që keni është ndikimi që do të shikoni, luan dem ose luan peshk, ku në dokumentacione që keni, ose një pasardhës e prisni është realizueshme. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, të një shenjë disi zevzeke, por zevzeke në të mirën e them unë, sepse ka një gjë tjetër kjo, ndikimi më të madh që do të thotë Virgjëresha. Virgjëresha dashura duket se çdo gjë që juve keni ose mundësi të arta që vijnë drejt jush, meqense afër dita në shenjën e binjakëve, është një pikëkyçe në shenjën tuaj që do të jetë veçanërisht e favorshme për karrierën dhe rrugën tuaj profesionale. Marrëdhëniet me eprorët, figura e autoriteti që do të përmirësohet, do të takoni njerëz që do t'ju ndihmojnë të shikoni gjërat më ndryshe nga ç'ishit më përpara, sepse rritet ekonomia, rritet vendi punës suaj dhe një ndryshim shumë i madh që do të ketë tani atutje. Është gjithashtu e mundur që gjatë kësaj periudhe në ndikimin më të madh të jetës suaj, që do thotë një çështje që ka të bëjë në vazhdimsi, kjo do thotë një anë ekonomike e rregulluar, e stabilizuar, sepse me ndryshimin e biznesit tuaj që do të bëni tani dhe brenda kësaj një klimë shumë e rëndësishme dhe harmonike me punën tuaj, me familjet tuaja dhe jo vetëm. Do zgjidhni disa probleme të vjetra në çështjet në rrugë diplomatike kjo, por megjithatë ka të bëjë shumë puna dhe stabilizimi. Lini më njanë konkurencën dhe sjelljet manipuluese që mund bëjnë të tjerët ose juve që mund të nevrikosni për gjëra të vogla, nuk ka rëndësi, sepse përpiquni të ulni nevriklokun, të ulni gjëra që nuk ju vlen. Prandaj është çështja që juve të esni në botën më profesionale, ato që dini të bëni mirë, se është e mundur që çdo gjë që juve e dini të bëni mirë, është rregulli dhe mundësia, koha dhe vazhdimësia në anën tuaj. Juve të shenjës së Virgjëreshës të 10 ditë të parë, sepse 10 ditë që parë me 10 ditën e tretë kanë dy ndikime shumë të mira dhe tepër pozitive në fushën e karrierës, sepse një ofertë që do të bëhet ose jeni larguar nga ajo punë, sepse keni pasur debate, sepse keni pasur probleme, sepse njerëzit kanë folur ndryshe për ndryshe me juve, por kjo periudhë që është tani, ky moment që juve keni tani, është edhe periudha mbi anën e profesionit, se lidhet me profesionin shumë. Ka një ndikim shumë madh, një mundësi të artë mbi ndryshimin e madh, mbi atë taktin dhe mundësinë dhe mënyrën se si ju i bëni gjërat, dhe është një mundësi, është një moment mjaft favorit dhe kryesorja është ajo e ndryshimeve të mëdha që keni. Dhe në lidhje me çështjet e punës suaj, në lidhje me karrierën tuaj, ku tani e tutje gjërat janë krejt ndryshe në situatat nga më të rëndësishme që juve keni dhe nga më të mirat që do të keni tani e tutje. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Prandaj gjithçka është në mbar, gjithçka i keni mundësitë për të zgjidhur çështje problematike dhe për të arritur qëllimin, sepse kjo është periudha më mirë e mundshme mbi ndikimet dhe pozicionet kryesore të jetës suaj dhe jo vetëm. Në çështjet që kanë të bëjnë me dashurinë e vërtet, për sa i përket juve të shenjës së Virgjëreshës, edhe pse me peshk të 10 ditët parë, me akrep të 10 ditët tretë keni pasur shumë debate, probleme, por do ta zgjidhni, sidomos atë që mos e lini pas dore, unë ma them ju bëni si doje bardhë zemrës tuaj, sidomos me Virgjëresh dash të 10 ditët parë, që mund të keni pasur më përpara për arsye të punëve ose të gjërave të juaja, por vjen një moment tani i ndryshimit të madh dhe i ekonomisë, sepse ndikimi më i madh me afërditën në shenjën e binjakëve do thotë ku shkrihet talenti juaj me ekonominë dhe me dashurinë në një kohë ku keni mundësinë e zgjidhjeve dhe pse jo, mund të keni dhe një shkëmbim munazash, që është ndikimi më i madh për sa i përket jetës suaj dhe stabilizimit të çështjeve të jetës së familjes suaj. Por nuk diskutohet, në këtë periudhë ka të bëjë shumë me ndryshimet e mëdha që kanë të bëjnë në fushën e karrierës dhe në gjërat e tjera që do të keni, ndikime dhe mundësitë e arta që keni, dhe është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv mbi çdo aspekt të jetës suaj, dhe keni të gjitha mundësitë për të arritur qëllimin tuaj. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që zhvillon, ndryshon, rregullon në një farë mënyre gjërat nga më madhorët dhe ku në një shenjë ajri, ku në atë që bëhet fjalë në ditën e sotme, pra të datës 24, që do thotë shenja e peshoreve.
Peshore të dashura, duket se ka një mundësi dhe një kohë shumë të rëndësishme mbi takimet dhe ndryshimet të mëdha që vinë drejt juve sepse ka të bëjnë. Sundimtari juaj, Afërdita, futet në shenjën e binjakëve nga dita nesër, nga data 24 deri me datën 19, ku do të thotë 19 maj dhe sjell gëzim, optimizëm, humor, periudha mjaft ideale për të dalë nga rutina, për të udhëtuar dhe për të takuar njerëz shumë të rëndësishëm në fushën e biznesit tuaj. Afërdita në binjak do t'ju ndihmojë të zgjeroni horizontin tuaj shpirtëror në çdo mënyrë apo mundësi të arta që do të keni. Disa para ose një kredi që mund të merrni juve të shenjës së peshores sepse keni mundësinë. Është një moment mjaft pozitiv, për ata që kanë provime për shembull për gjuhën e huaj ose disa në kësaj natyre ose provime patentes ose gjëra kësaj natyre, është momenti më i mirë i mundshëm dhe ndikimet e tjera që do të keni në anën tuaj. Nëse keni të bëni në lidhje me çështjet ose në çështje kontratash të rëndësishme, në lidhje me role drejtues, është një periudhë shkëlqyer dhe kjo do thotë lidhje me jashtë ose keni bërë udhëtime, dokumentacione favorizohen shumë, nuk përjashtohet mundësia që juve të keni dhe njohje me njerëz shumë të rëndësishëm në fushën e karrierës suaj. Gjithashtu, është një pozicion ku Afërdita ju fton të merrni atë që ju takon dhe rrezikoni për të fituar, është një kohë mjaft e mirë dhe tepër pozitive në ekonomi. Dhe keni mundësitë e artë, keni kohën dhe ndryshimin më të madh. Por megjithatë, është një moment shumë pozitiv sepse duke pasur parasysh ndryshimet dhe vendimet të mëdha që keni, sepse ndikimi i Afërditës në anën tuaj është edhe momenti më i mirë i mundshëm duke pasur parasysh dhe ndryshimet dhe vendimet që do të merrni. Nuk ka vend për të shqetësuar për të gëzuar në këtë aspekt, sepse është koha juaj, është momenti juaj më i mirë dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Në çështje shpirtërore, lidhjet afatgjatë që kanë bënë me gaforët e 10 ditësh të parë, me shigjetarët e 10 ditësh të tretë, edhe pse me probleme, edhe pse keni pasur gjithmonë shenjat e ajrit kanë ndikimin me shenjat e zjarrit, ku është momenti dhe periudha e duhur mbi atë çka bëhet, mbi atë çka është. Lidhjet afatgjatë kanë bënë me peshore dhe dashje dhe ditësh të parë, ku është një mundësi shumë e mirë, kur me dashjen e keni përballë. Dhe kjo mund të thotë mënyra dhe mundësia që juve e keni për t'ia arritur qëllimin tuaj në çdo aspekt të jetës suaj dhe është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Edhe pse gjërat mund të jenë ndryshe nga që mendoni për arsyeën tuaj të punës, për arsyeën të karrierës, por mos mos shqetësoni fare sepse lidhjet që kanë të bëjnë peshore dash, peshore gafore, peshore britsjap, i të gjitha këto përbëjnë një ndikim shumë të madh pozitiv, një të ardhmë të afërt në fushën e jetës suaj. Por gjithashtu edhe ju e keni në diasporë ose bashkëkim familjar me këto shenja, e keni mundësinë lidhje me dokumentacione, lidhje me familjen dhe me blerjen e pasurit palushme, ju e keni larg, e keni mundësinë, prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë me ndikime të mëdha, rritje në detyrë, reputacion dhe ekonomi. Kjo do thotë Akripi. Përsa përket shenjës së Akrepëve, duket se Akrepët nga njëra anë duket se Afërdita në shenjën e binjakëve, domethënë në sektorin e ndikimeve të mëdha që lidhet me punën, lidhet me emocion, lidhet me menaxhimin financiar, ku do të thotë që mund të keni disa fitime ose zhvillime pozitive financiare, veçanërisht në lidhje me kredit, sigurime, trashëgimit. Do të keni një ndihmë në mbështetje të disa njerëzve shumë të fuqishëm dhe të rëndësishëm në jetën tuaj, do të jeni në gjendje të zgjidhni borxhet dhe çështjet të pazgjidhura në nivel personal. Afërdita në binjak do të sjellë situata pasionante dhe do të ngrej mjaft reputacionin tuaj, kohën tuaj, nëse jeni tashmë të përkushtuar në punën tuaj, në marrëdhëniet me persona të rëndësishme, juve jeni në kohën më të mirë të mundshme për të përmirësuar punën tuaj dhe kohën e duhur në ekonomi. Ekonomia është baza dhe e ardhmja juaj për sa i përket çështjeve të punës, nuk përjashtohet mundësia që disa prej jush mund të bëjnë blerje jashtë Shqipërisë, ata që e kanë të 10 ditë të tretë sidomos, sepse duket se kjo ndikohet jashtëmase mbi takimet që lidhen, sepse duke pasur parasysh marrin për shembull akrepët e 10 ditë të parë. Akrepët e 10 ditë të parë kanë mundësinë e blerjeve
pasurinë të paluajtshme ose një shtëpi ata që janë jashtë ose ju keni me, siç e themi në Shqipëri, me bashkitë ose një shtëpi nga shteti, e keni mundësinë dhe kjo është e realizueshme mbi ato çka keni, ato çka juve kërkoni dhe dëshironi ta realizoni. E realizoni, nuk e diskutoj këtë, sepse është dhe koha juaj më e mirë e mundshme mbi çështjet madhore, mbi ekonominë dhe stabilizimin e saj. Prandaj është momenti i duhur për gjithçka juve ju intereson në këtë aspekt dhe e keni mundësinë mbi gjëra të mëdha që do të vinë drejt jush. Prandaj bini pas, mos lini pas dorë, se është një kohë shumë e rëndësishme. Në fushën e dashurisë duket se lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë me britsap të dhjetëdiqit të parë, me luan të dhjetëdiqit të tretë, me luanet në fakt edhe pse jeni pak sa shumë të shpërndar juve, por keni mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën e financave, ka të bëjë me dashurinë e vërtetë, por gjithashtu edhe një takim mjaft i rëndësishëm me dashin edhe me binjakët, ku do të shikoni gjërat që ndodhin dhe është koha dhe mundësia më e mirë e mundshme për sa i përket jetës suaj sentimentale dhe ndryshimeve të mëdha që vijnë drejt jush. Është një kohë shumë e mirë dhe përcaktuese për të ardhmen tuaj në jetën tuaj dhe jo vetëm. Me ardhen e një pasardhësi në jetën tuaj familjare, duket se fati ju do jashmase, sepse keni pritur shumë për një diçka të tillë dhe kjo realizohet fal zgjuarësisë dhe jetës asaj çka ju ofron fati në fushën e familjes. Keni dhe ndikime shumë të mira në vazhdimsi. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri dhe një shenjë që vërtet e lodhur në anën tuaj, vërtet kohën që ve keni në anën e mundësive të rastit tuaj të konkret, sepse është një nga ndryshimet më të mëdha që vijnë drejt jush, por edhe koha e duhur mbi ato çka kërkohet, që kjo do thot shenja e shigjetarëve. Shigjetarë dashur, keni mundësinë në lidhje me ndryshimet të mëdha që vijnë drejt jush, duke pasur parasysh një periudhë me shumë e favorshme fillon për ju, pasi afërdita do të kalojnë në sektorin e marrëdhënieve dhe të bashkëpunimeve ndërpersonale nga data 24 deri më datën 19 maj të 2026. Kjo do të thotë që klima brenda marrëdhënieve do të normalizohet dhe do të jepet mundësia të zgjidhni mosmarrëveshjet tuaja me të tjerë, pa u përfshirë në gringje. Do të lini me një anë egun dhe humorin tuaj konkurrues dhe nuk do të hezitoni të bëni në kompromise dhe lëshime në mënyrë që të jeni një terren të mesëm. Prandaj është mundësi dhe ndikimi më i madh për të patur njerëzit që i keni keq kuptuar ose jo kanë keq kuptuar më përpara dhe duke pranuar disa gabime që keni pas në të kaluarën. Nëse për juve që nuk keni një punë stabil ose nuk keni diçka të rëndësishme për momentin, duket se afërdita në binjak do t'ju bëjë që të juve të stabilizoni punën tuaj, ekonominë tuaj dhe ndryshimet të mëdha që do të keni tani tutje. Është koha më e mirë e mundshme, sepse do ta shikoni dhe vetë përsa përket punës, përsa përket karrierës, përsa përket ndryshimeve të mëdha që vijnë drejt jush. Është koha dhe momenti, është periudha ku gjithçka ndodh, gjithçka arrihet, sepse ndikoheni mjaft juve të kësaj shenje, ku momenti, koha ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë me ndryshimet të mëdha që juve keni në anën ekonomike financiare, në biznese dhe jo vetëm. Gjithashtu, është një nga koha dhe mundësia më e mirë e mundshme mbi takimet dhe bisedimet të rëndësishme. Kjo do thot një mundësi e artë që do keni në anën tuaj dhe në lidhje me çështjet partneritetet. Partneritetet të rëndësishme që do të keni është në një kohë shumë e rëndësishme tani tutje, ku gjërat do të ndikojnë në fushën e karrierës dhe do të shikoni që shumë gjëra do të ndryshojnë në jetën në përditshmërinë tuaj dhe kjo do thotë është momenti i duhur, është periudha mjaft pozitive, është një periudhë shumë e rëndësishme për jetën tuaj, sepse duke pasur parasysh ajo çka lidhet në ekonomi, çka lidhet me ndryshimin e madh që do të keni tani tutje. 10 ditë që parë që do nisi një udhëtim shumë të rëndësishëm dhe shkon në finish dhe del i fituar nga një çështje dokumentacioni që e pret për shumë kohë. Është këtë e zgjidh me mundësinë dhe kohën e vet. Ka diçka që do të lidhet me punën aktuale, do të ndryshoj vend pune dhe kjo do të ndihmojë shumë për ekonominë dhe vazhdimsinë e saj. 10 ditë i tretë është ana më e mirë e mundshme, sepse kanë dhe punën, kanë dhe kohën dhe rolin drejtues. Kjo është diçka që ata i ndihmon jashtëmase për të arritur në finish, i ndihmon jashtëmase për të arritur qëllimin e tyre, për arsye dhe mënyrën, mundësinë e tyre që ata kanë. Është koha më pozitive e që ndonjëherë në këtë drejtim dhe kjo është periudha juaj, kjo është momenti më i mirë dhe më pozitivi në këtë fushë, sepse çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë
që arrihet falë suksesit, garancisë, mundësisë dhe çështjeve të tjera që do të keni tani tutje, prandaj mos më shqetësoni fare për arsye të punës suaj të karrierës, për arsye të gjërave të mëdha që do të keni tani tutje, dhe është momenti juaj, është një nga momentet më të arta që do të keni me afërditën në binjak, ku binjakët e keni përballë, juve dilni shumë të fituar. Në fushën e dashurisë, të 30 digjit kanë një moment shumë të mirë, shumë pozitiv, sepse zgjidhin problematikat e tyre, zgjidhin gjërat e pazgjidhshme, se kanë pasur çështje të lëna pezull në punë, të lëna pezull në gjërat që ata kanë pasur, dhe është një moment tani, është një moment që vërtet është ajo çka kam, ajo çka dua të realizoj në një farë mënyre, por keni edhe momentin tjetër e punës, të karrierës dhe të ndryshimeve të tjera që do vinë drejt jush. Lidhjet afatgjatë që kanë bëjnë janë me peshk të 10 diqit parë, me binjak të 10 diqit dhe me virgjëresh të 10 diqit parë. Me virgjëresh të 10 diqit parë është kjo periudhë, është ky moment, është momenti i duhur për sa i përket zgjidhjeve dhe çështjeve konfliktuale që keni pasur dikur, është një moment shumë i mirë, dhe kështu që e keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur, keni mundësinë për të arritur qëllimin tuaj në këtë aspekt. Prandaj mos u shqetësoni fare, sepse është periudha më e mirë e mundshme, sepse ndikimet, favorizimet që ju jepen është momenti juaj i ardhur. Për të palidhurit, kanë një shans shumë të mirë për juve që jeni në pritje ose keni një më shumë se 3 muaj lidhje, kjo do të thotë mundësi, pastaj kjo do të thotë rëndësi në gjëra të mëdha që do të vinë drejt jush. Prandaj mos u shqetësoni fare, prandaj i keni gjitha mundësitë për t'ia arritur qëllimin tuaj në këto fusha të ndikuara, pozicionimi i planeteve, mundësitë të arta që keni në anën tuaj dhe shumë gjëra të tjera do të diktojnë, do të ndikojnë në jetën tuaj, në gjërat nga më të mëdha të ardhmë ndonjëherë në jetën tuaj, dhe keni mundësinë tani. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë mjaft e rëndësishme për nga çështjet ekonomike dhe ndryshimet të mëdha që vinë drejt jush, që këta janë të shenjës së Bricapit. Për sa i përket Bricave, duket se Bricapi afërdita që futet në shenjën e binjakëve, periudha e shenjës së Bricapit duket se do të favorizojë çështjet e jetës të përditshme dhe të punës suaj. Kjo do thotë që klima me kolegët tuaj, lidhja me një punë, do t'ju ofrohet një ofertë shumë e rëndësishme në rolin drejtues, dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi, dhe çdo mosmarrveshje që keni pasur më përpara ose ka lindur, fshihen nga memoria, sepse tani do të jeni më bashkëpunues dhe do të veproni me diplomaci. Të tretët e dinë se çfarë dini të bëni, dhe dhjetëdiqi i tretë sjell përfitime financiare. Nga ana tjetër, sigurisht mund të jeni pak më të lodhur ose pak mos besues për gjërat që kanë ndodhur në të kaluarën, por nuk po ashtu mos të keni një ndikim shumë të mirë tani me vlerësimet e personave që ju e keni në vendin e punës, ose mund të keni mundësinë e çështjeve ekonomike financiare, sepse afërdita në shenjën e binjakëve simbolizon gjithashtu sektorin e ekonomik dhe rritjen në detyrë. Kështu që nuk është çudi që sot ku jeni në një vend pune që juve të arrini të jeni lider në një sektor shumë të rëndësishëm të punës, ose të një firme shumë të rëndësishme në Shqipëri ose jashtë saj, është një moment mjaft e mirë, sepse do të ndikojë një jashtëmase në lidhje me anën tuaj të punës, sepse dini shumë mirë të aty ku do të shkoni dhe të arrini në finish, sepse keni të bëni shumë në lidhje me punën tuaj aktuale, sepse gjithmonë Bricapët kanë disa mundësi të arta, dhe ajo që do të ketë në anën tuaj është momenti, është koha, është periudha, është ndryshimi i madh që vjen drejt jush. Edhe pse keni pasur problematika të ndryshme në lidhje me mënyrën se si kanë ardhur gjërat, por nëse do ta flasim për shkak se çfarë mund të ndodhi ose gjërat kur kanë arritur dhe si kanë arritur gjërat, është një moment mjaft i mirë, stabilizues, konkretizues, mënyra dhe mundësia e artë që keni në anën tuaj, dhe kjo është diçka shumë pozitive, dhe kjo jo se prak më tepër ato që gjërat ekonomike, financiare, ndryshimet dhe vendimet, mënyra dhe momentet e duhura që juve keni, por gjithashtu është një nga mundësitë më të mira, më stabilizuese, konkretizuese në jetën tuaj, për sa i përket punës, për sa i përket gjërave të mëdha që vijnë drejt jush. Është momenti i artë mbi atë çka kemi, atë çka jemi, dhe në anën tjetër të pozicionimit të planeteve, duke parë dhe privuar për çështjet e financave, sepse me financat bëhet fjalë, ka diçka shumë të madhe, dhe kjo do të thotë një nga mënyrat më të arta që do të keni dhe më të ndikuara në favorin tuaj dhe në ndryshimin e madh që vjen. Prandaj mos u shqetësoni fare, sepse është një kohë mjaft përcaktuese, mjaft ndikuese në jetën tuaj, dhe është një nga mundësitë më të mira të qenë ndonjëherë në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë
me juve miqtë e mi të kësaj shenje të britësjapëve duket se ka të bëjnë një ndikim shumë i madh financiar dhe ekonomik. Ajo që do t'ju sjelli juve në fushën e dashurisë, keni disa mundësi të mira, edhe pse nuk e pranoni mënyrën që si kanë ardhur gjërat ose jeni mërzitur për disa gjëra që kanë ndodhur. E drejtë, për drejtën tuaj. Por mos harrojmë sepse lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë me akret edhe diçit parë, kanë të bëjnë me binjakët edhe diçit tetë, kanë të bëjnë me luan në krahun tjetër e keni mundësinë sepse është pikërisht ky moment tani, kjo kohë që është në kohë ndryshe nga ç'e mendoni, ndryshe nga ç'e veproni mbi gjëra të mëdha që lidhen me vazhdimsinë, korrektësinë, punën, vazhdimsinë, jetën e përditshme të çështjeve që do të keni dhe mundësi të tjera që do të ndriçojnë fushën tuaj, ekonominë tuaj dhe stabilizimin, korrektësinë tuaj nga ana tjetër dhe është një nga momentet më të mira të mundshme për jetën tuaj. Mos harroni një lidhje me pengesa që keni pasur me britësjap të diçit tret, me gafore të diçit parë, rregullojini se është koha tani. As ju nuk doni që ta prishni këtë lidhje dhe as këta nuk duan të shkatrojnë këtë lidhje, por ta vazhdojnë, ta stabilizojnë dhe ta arrijnë në finish, pra në altar. Është e mundur të ndodhi sepse është periudha, është koha më e mirë e mundshme për stabilizuar gjërat. Prandaj afërdita në këtë shenjë, pra që shkon në shenjën e komunikimit dhe pra baza që është ku në një shenjë ajri që jep shumë mundësira dhe periudhën me një shenjë toke që jeni ju do të thotë kënaqësi e jetës dhe vazhdimësia e së ardhmes. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, një shenjë ajri ku do të thotë shenja e ujorëve. Për sa i përket shenjës së ujorit, meqense ujorët duket se kanë të bëjnë me ndikimin e madh në lidhje me bisedime që do të keni, sepse afërdita futet në shenjën e ajrit të binjakëve, ku do të mbetet deri më datën 19 maj në një pozicion që ju përshtatet veçanërisht në periudhën e ardhshme që do të jetë jashtëzakonisht e mbar ekonomike në lidhje me kreditime dhe dëshira e madhe në vazhdimsi dhe rifitoni vetbesimin, rifitoni mundësinë dhe kohën e duhur për sa i përket ndikimeve të mëdha financiare, ndikime të mëdha që do të rresatoni në fushën e karrierës dhe sharmi juaj, vazhdimësia juaj. Prandaj mos hezitoni të bëni njohje të reja dhe kjo do thot argëtim, kjo do thot flirtim, kjo do thot vazhdimësi dhe kohën e duhur në anën tuaj. Ju jeni tashmë përkushtuar me afërditën që sjell pasionin dhe emocionin përsëri në marrëdhënien tuaj, prandaj do të kaloni më një herë tek e ardhmja juaj. E keni mundësinë miqtë e mi të shenjës së ujorit. Kjo ndikim është shumë i madh sepse lidhet me disa çështje ekonomike financiare ose disa para të pamarra më përpara. Keni kohën e duhur për gjëra të mëdha sepse në lidhje me punën tuaj, në lidhje me çështjet e kaluar, sepse sjell ndikimin më të mirë në marrëdhëniet me punën edhe me një punë ose fitimin më të madh që do thotë fitoni një të drejtën tuaj në një çështje gjyqësore që është momenti më i artë i qenë ndonjëherë për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj, të familjes suaj dhe jo vetëm. Ndikimi më i madh që lidhet me punën aktuale ose me diçka shumë të madhe që kanë të bëjnë në vazhdimësinë dhe në korrektësinë tuaj është çështja ekonomike financiare me persona të tretë, edhe pse do lodheni ju se juve jeni shumë njerëz keni sedër, keni respektin, ruani atë të familjes, ruani me fanatizëm dhe kështu duhet të jetë në të gjitha shenjat e kanë, por ju të shenjës së ujorit e keni pak më tepër më të zhvilluar këtë dhe kjo është diçka që ruani më tepër familjen dhe gjërat e tjera që do të ndikojnë në anën ekonomike financiare në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj. Edhe pse do të jepet një ofertë, në këtë ofertë bëni pa kujdes, sepse duke ditur se çfarë dini të bëni dhe se si funksionojnë gjërat, dhe kjo është diçka që ndryshe flitet, ndryshe rregullohet, por nga ana tjetër momentet janë më të mira të mundshme që ju i keni tani jetutje ku do të zhvillojnë në ndryshimet e mëdha, do të keni mundësinë e artë për sa i përket gjërave të mëdha që do të diktojnë dhe do të ndikojnë në jetën tonë. Megjithëse juve e keni një mundësi të mirë në këtë aspekt, për arsye të ekonomisë dhe të vazhdimësisë është momenti më i artë në fushën e karrierës suaj. Kurse në fushën e dashurisë keni mundësinë, prandaj kur kemi afërditën në shenja ajri, në shenja zjarri, por në rastin konkret jemi në shenjë ajri, na jepet mundësia që të bëjmë ndryshime të mëdha në anën e familjes. Ndryshime të mëdha çfarë?
jemi në njohje, shkojmë në fejes. Jemi në një fejes, gabimisht rastësisht një pasazh që nxiton të vi dhe vjen, edhe atë shkojmë në martesë. Dhe kjo ka të bëjë shumë me ndryshime të mëdha, me kohën e duhur dhe momentet të arta. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë sidomos me dem të 10 vjeçit parë, me akrep të 10 vjeçit që është perfekta, por mos harroni se me Luan është vetjeta. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë uji, tek një shenjë mjaft e rëndësishme, kjo do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket shenjës së peshqeve, duket se peshqit kanë ndikime, favorizime, mundësi, meqense Afrodita nga shenja e binjakëve do qëndroj pothuajse ndikimi më të mirë nga data 24 deri në datën 19 maj, ku këtu do të favorizojë veçanërisht jetën tuaj, shtëpinë, familjen, punën, karrierën. Disa parat papritura i merrni, por përpiqeni të zgjidhni mosmarrëveshje me njerëz që mund të jenë larguar nga jeta juaj për një arsye apo për tjetër. Është një ndikim shumë i mirë tani e tutje, sepse atmosfera do të jetë në harmoni dhe mjaft pozitive, sepse duke shprehur punën tuaj, atë çka dini të bëni mirë. Dhe kjo periudhë është periudha që ofron mundësi në çështjet e financave, rinovimin dhe ka një diçka. Kjo, nëse doni të bëni për shembull një rinovim kontrate, një blerje për shtëpi, tani është mundësia e duhur. Prioriteti juaj është të ndjeni mirë me ato që keni bërë, me djersën tuaj dhe intensitetin dhe mundësinë tuaj. Krijoni njohje të reja dhe tani ndjeni shumë të kënaqur dhe shumë të ndikuar. Disa prej jush që mund të ndjen edhe nostalgjik, sepse dinë shumë mirë çfarë bëjnë nga kaluari që kanë pasur shumë çështje problematike, sidoqoftë. Afrodita në këtë shenjë, në shenjën e binjakëve, ju fton të dëgjoni zemrën tuaj çfarë kërkon, njerëzit që ju rrethojnë, njerëzit e jetës suaj të së ardhmes, dhe ka një bukuri të rrallë në lidhje me njohjet e reja, sepse këto njohje që bëhen tani në këtë harë kohor nga data 24 deri në datën 19 nuk ka shanse të ndahen, nuk ka shanse që të prishet një ekuilibër që ndryshe keni kuptuar, ndryshe kuptoni. Është një moment mjaft i mirë për të 30 ditët, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse keni pasur keq kuptime, keni pasur shumë kohë me probleme të punës, probleme të karrierës, por tani duke u stabilizuar njëri mirë, duke blerë një pasuri pa lujshme, duke pasur familjen bazën, duke pasur themele të thella, rrënjë të thella në lidhje me jetën, me vazhdimsinë, është një kohë shumë e përshtatshme. Bini pas, mos e lini pas dore. Sidomos lidhjet afatgjat janë me peshk, virgjëresh, shigjetar dhe Bërcjap të 10 vjeçit parë. Vini veshin sepse ka bën diçka mjaft pozitive dhe tepër ideale në aspektin e jetës familjare dhe jo vetëm. Është koha dhe momenti, është periudha më e mirë e mundshme në fushën e dashurisë dhe jo vetëm. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj teme kaq të rëndësishme. Prandaj bini pas në ato që thash, sepse kjo periudhë për sa përket Afroditën në shenjën e binjakëve na jep mundësi, na jep korrektësi, ekonomi dhe vazhdimsi në jetën tonë, në përditshmërinë e jetës, sepse kuptimi dhe ndikimi më i mirë, pastërtia e shpirtit, qetësia e së ardhmes është pikërisht në këtë periudhë. Bini pas se do dilni shumë të fituar. Para se të ndami bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për juve që jeni të interesuar për parashkim të detajuar dhe sa mund të ndikoj Afrodita në këtë shenjë, kemi pikërisht këtë faqen këtu, astrologo.al, kemi faqen roz që shikoni atje, dhe atje duke klikuar jeni gati pastaj për të dërguar një email tek sekretaria, pra ja ku keni sekretarinë aty poshtë, e klikoni dhe më pas dërgoni emailin dhe flasni bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve, kemi këtë butonin këtu. E shikoni duke klikuar dhe më pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin në pyetje përgjigje çdo të mërkur. Mos harroni. Nga Unë Rpulla, gjithë mirat.